Çfarë ka rezultuar nga kjo ngjarje më në detaje, të lutem? Përshëndetje Ola, në fakt brenda pak ditësh policia e Shkodrës ka mundur të zbardhë vrasjen e 67 vjeçaret Hysni Ymeri, e cila ndodhi në datën 29 dhjetor, pra të 2025-s, i cili ishte duke hyrë në hyrjen e pallatit aty ku banonte dhe përpasoj deksa ngjitej në katin e 4 të banesës së tij shpërtimi i fuqishëm i mori jetën. Kjo ngjarje në fakt tashmë është bardhur nga ana e policisë, fillimisht u dyshua ashtu siç dhe ju thatë që u dyshua se ishte një defekt apo për shkak të një shpërtimi në panelin elektrik, por më pas rezultoi nga ekspertiza se bëhej fjalë për shpërtim me telekomand me tritol në panelin elektrik. Pra autorët, 4 persona të cilët tashmë janë arrestuar, njëri prej tyre është autori kryesor që ka vendosur lëndën plasëse në panelin elektrik dhe shpërtimi ndodhi me telekomandim, ndërsa personat e tjerë dyshohen si persona që kanë paguar të riun për shpërtimin me lëndën plasëse. Duke referuar burimeve nga grupi hetimor, mësohet se 4 persona që janë vënë në pranga janë identifikuar si Gerti Bushati, pikërisht Gerti Bushati sipas burimeve të sigurta nga grupi hetimor dhe policia e Shkodrës, pohoi se është personi që dhe kamerat e sigurisë kanë zbuluar në fakt që afrohet pranë pallatit dhe panelit elektrik duke vendosur lëndën plasëse, ndërsa personat e tjerë të arrestuar janë Ergys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergji Zepi. Në fakt duke vendosur pra këtë lëndë plasëse nuk ka motive të sakta për grupin hetimor, pra pavarësisht se kanë vetëm emrat konkret si autor dhe bashkëpunëtor të këtij krimi, nuk kanë një motiv të saktë për arsyet pse ka ndodhur kjo ngjarje, duke qenë se edhe 4 personat e arrestuar në dëshmitë e tyre janë shumë kontradiktor. Një pjesë e tyre kanë pranuar pjesërisht kalimin në këtë zonë, ndërsa pjesa tjetër nuk kanë pranuar autorsinë e krimit. Por duke referuar të njëjtit nga burime nga grupi hetimor, mësohet se momentet e para të kësaj ngjarje, për shkak se janë persona që janë identifikuar nga kamerat e sigurisë, duke kaluar përgjatë kësaj zone edhe ditë më parë, pra duke mbajtur në vëzhgim si duket me gjasa objektivin e tyre, pra 67 vjeçarin Hysni Ymeri, janë shoqëruar. Pra dhe në momentet e parë që ndodhi kjo ngjarje, pavarësisht se u dyshua dhe u hetua fillimisht si ngjarje aksidentale, pati disa shoqërime. Mes tyre ishin edhe 4 të rinj, përkatësisht të moshave 24, 25 dhe 27 vjeç, janë mbajtur në një ambient përgjimi, mund të themi, janë vendosur, kjo mund të ishte edhe një klauzol e policisë Shkodrës, janë mbajtur në përgjim për të parë bisedat që këta persona pra do të bënin me njëri tjetrin, ku më pas u identifikuan dhe u arrestuan dhe personat përgjegjës. Ndërkohë nga ana tjetër, fillimisht u dyshua se mund të kishte të bënte me një atentat të mirë organizuar, mund të themi për shkak të vëllait të tij. Pra në vitin 1995 është dyshuar dhe është hetuar për një vrasje të ndodhur në ato vite, por që më pas mori pafajësim. Por kjo pjesë deri diku u përjashtua nga ana e grupit hetimor, duke qenë se dhe vëllai i tij lëviz i lirshëm, por nga ana tjetër, dyshimet kryesore kanë të bëjnë me ndonjë motiv qoftë edhe për konflikte të tjera të mundshme që 67 vjeçari Hysni Ymeri mund të ketë pasur me persona të tjerë. Pritet të merren sërish në pyetje 4 personat e arrestuar për shkak se në deklarimet paraprake pjesa më e madhe e deklarimeve të tyre kanë qenë kontradiktore me njëra dhe dëshmitë të 4 personave nëse do të krahasoheshin pra me njëri tjetrin kanë qenë kontradiktor, ndërkohë që gjatë operacionit janë sekuestruar një sër provash materiale. Po ashtu janë 28 aparatet celular të cilët janë duke u kthyer tashmë për bisedat që këta personat kanë bërë me njëri tjetrin, që mund të jetë edhe një provë shumë e fortë për të identifikuar nëse ka persona të tjerë pra që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje, pra në këtë atentat apo jo. Po ashtu është sekuestruar një automjet Mercedes-Benz i cili dyshohet jetë përdorur po ashtu edhe ditën e ngjarjes, lëndë narkotik
narkotike si kokain, po ashtu pajisje të tjera GPS, kamera sigurie, të cilat janë sekuestruar për të vijuar hetimet në lidhje me identifikimin dhe zbulimin e personave të tjerë. Madje janë një tjetër provë mjaft e fortë është sekuestrimi që policia e Shkodrës i ka bërë pra autorit kryesor të vendosjes së lëndës plasëse, Gerti Bushatit, janë rrobat e përdorura nga ky person ditën që ka ndodhur ngjarja dhe momentet kur ka vendosur lëndën plasëse në panelin elektrik. Sipas zyrtarisht në fakt edhe sipas policisë konfirmohet që ky është një person i cili është paguar sipas grupit hetimor për të kryer shpërstimin e telekomanduar. E kuptoj. Faleminderit Gjensila. Faleminderit ju. Një aksident i rëndë